E nxorra lakuriq nga shtëpia. Rudina Magjistari rrëfen të pathënat me Ramën. Në një intervistë ekskluzive, Rudina Magjistari ka hedhur dritë mbi një episod të pazakontë dhe shumë të përfolur nga jeta e saj profesionale dhe personale. Ajo ka rrëfyer një moment të papritur dhe përplasje që ka pasur me kryeministrin Edi Rama, duke treguar detaje të panjohura deri më tani për publikun. Në një bisedë të hapur dhe të sinqertë, gazetari dhe moderatorja e njohur ka zbuluar se një herë, gjatë një takimi të papritur në shtëpinë e saj, ka pasur një përplasje të fortë me Ramën, të cilën ajo e cilëson si një person me temperament të fortë. E nxorra lakuriq nga shtëpia, ka thënë Rudina, duke ju referuar një momenti tensioni për cilën diskutimet dhe mosmarrveshjet u bën të pakontrollueshme. Ka pasur një moment kur gjërat u ashpërsuan dhe për të mbajtur kontrollin, thjesht I kërkova të largohej. Nuk ishte një situatë e lehtë, por duhet ta bëja për të ruajtur ekuilibrin, ka shtuar ajo, duke treguar se edhe për njerëzit e njohur dhe të fuqishëm çdo marrëdhënie ka momentet e veta të tensionuara. Magjistari ka theksuar gjithashtu se ndonse ka pasur përplasje të mëdha, ajo ka gjithnjë respekt për angazhimin dhe qëndrimet e Ramës si një lider politik. Në fund të ditës ai është një lider që ka pasion dhe angazhim për vendin, pavarësisht se ndonjëherë qëndrimet tona mund të mos përputhen, ai ka ndihmuar shumë në zhvillimin e Shqipërisë, ka përfunduar ajo. Ky rrëfim ka hapur një debat të ri në marrëdhëniet e politikës me median dhe për mënyrën se si figurat e njohura menaxhojnë momentet e tensionit me liderët politik.